Në fakt, sepse kur sartë ju kem juve, mundohem që është një falënderim qytetar, se unë jam banore e Prishtinës, pavarësisht që s'kam lind Prishtinë, për shërbimet që marrim edhe për punën që bëhet në shërbim të qytetarëve. Unë disa prej tyre jam mundu me i risjell edhe përmes emisionit Familja Jonë, por ka dhe disa të cilat si kemi shpalosur asnjëherë, që janë projekte shumë të rëndësishme dhe komuna po bën një punë shumë të madhe. Po, unë e përmenda ato për nënën dhe fëmijën, se qëllimi ka qenë me fokusu, sidomos të dy kategori, në fakt të nënat dhe të fëmijët, që janë shumë të rëndësishme për zhvillimin e shoqërisë, por edhe të moshurit. Ne kemi për obligim që çdo qytetar m'ia bë dinjitet shpirtit. Në mjeksi, vdekja është faza e jetës, është përfundimi i jetës. Por ne kemi për obligim na smundonim vdekjen. Ne kemi për obligim që njeriu deri ditën e fundit të jetës m'ia bë dinjitet. Dhe realisht neve në Kosovë, po edhe në Prishtinë, po në arritjet numri i të moshuarve, që s'ka qenë për para disa viteve, kemi pas popullat më të re, po është rrit numri i atyre që janë mbi 65 vjet dhe që kanë sëmundje kronike. Dhe ne një fokus të veçantë kemi pas te kjo kategori, ne kemi pas një shërbim shtëpiak, i cili ka punu para një 4 vite kur i marrëm në drejtor, ka punu 5 ditë javës, ka 8 orë pej të hanës dhe të premtën. Me një ekip mjekësor. I ka dhënë dikun 5-6 shërbime në ditë. Ne kemi rrit tash të kemi 6 shërbimin 6 ekipe në ditë dhe punojmë 12 orë 365 ditë vitit. Dhe më tha edhe vikendeve. Edhe vikendeve dhe festave, edhe Krishtlindjeve, edhe Bajramin, edhe Viti i Ri. Çdo ditë ekipet tona shërbimin paliativ japin shërbime dhe ky numri shërbimeve pe 5-6 sa ka qenë para 3 vjeteve, sot është me muj tërë është mbi 300 shërbime në ditë. Dhe realisht jam shumë i lumtur që kemi rrit dhe kemi filluar me ja bë dinjitet me jetën, për qytetarë me smundje malinje, me smundje kronike, të cilat për shkak të moshës, ka njerëz dhe moshën se edhe një 80 vjeçare shumë vështirë dimrin me marrë edhe një infuzion në shtëpi shëndetit, ose një i ri që ka një problem shëndetësor shumë madh dhe njëkohësisht këto ekipe vitin e kaluar i kemi përforcu edhe me fizioterapeut edhe me psikolog klinik. Për aty qëllimi është që përveç dhënies shërbimeve të vazhdueshme, shërbimi i fizioterapisë dhe shërbimi i psikologut klinik është shumë i rëndësishëm për këtë kategori. Nëse një person me vite të tëra ka qytetar në Prishtinë që ka me mujt nuk dalë me pa poshtë qytetin. Se s'ka lift. A janë të informuar, ju telefonojnë, ata kanë ekipin, domethënë një numër që e di për më që është 0800 590. Okej. Që mund të thrasin pa parë që 0800 999 590. Se kanë eri thu 4, kanë eri 6, 5-9. Domethënë 5-9 që mund të thrasin çdo ditë. Edhe ekipet tona besoj tash po them sigurt mbi 90% këtë kërkesa që në qytet sot i përmbledh. Dhe ne kemi punu që çdo kërkesë qytetare në Prishtinë më përgjigj pozitivisht. Mi dhon shërbim. Dhe sot vendosja kateterit. Diagnoza e mjekut, diagnoza e fizioterapeutit, diagnoza infermierore, dhe një terapis, një pjesë madhe terapisë ne ja çojmë vetë. Ka pacienti shkon në ordinancë private, i shkon terapinë një poliklinikë private, kudo, na thret jemi dhënë shërbim, na një javë diç që më japum me barna tona, me infuzionet tona. Prandaj kjo është një shërbim që domun mendoj e ka përmirësuar jetën e qytetarëve dhe realisht për këtë kemi falënderime shumë mëdha të qytetarëve dhe besoj që kemi arritur me bë një punë të mirë dhe po falenderoj ekipet mjekësore që realisht punojnë domethënë pa hezitim për këtë punë, sepse kanë njerëz domethënë është ngarkesë shpesh që duhet aty me shku katën e 10, me këtë pajisje, pa lift, me shku me dhon shërbim, me shku disa, asnjëherë as janë kesë këtë s'ka qenë natyrës time, on doktor s'mund me shku filon infermiera, filon doktori se duhet me hyj në barkatë, më sa si shpesh do me hina për koluda në qytet që zhbate me shku me dal një fshat. Me mri sa më shpejt. Prandaj po mendoj që rritja e këtyre shërbimeve domon kemi arrit me bë një prej shërbimeve më të rëndësishme në këtë qytet, shërbimi paliativ dhe për smundje kronike që tash domon gati çdo qytetar thash edhe psikologun klinik, për atë një qytetar i cili 6 muaj ditë nuk del ose ka një problem shëndetësor, nuk çuhet për shtatin, ai ka nevojë me vizituar me psikolog. Bile me shku ma anej, unë mendoj që në këto raste dhe këto smundje rana ka nevojë edhe familja me pas një bisedë me psikolog. Po, absolutisht. Se është një fjalë popullore të na që kur është dikush i smut, është këtë familja është e smut. Prandaj na duhet të bizohemi me ata dhe kemi filluar gradualisht me rritë edhe këtë, ndërsa te shërbimi i parë që përmenda te asaj kemi bërë logopedin. Që domethënë nëse ne konstatojmë ekipet tona që mund të ketë një fëmijë probleme në komunikim, na nuk e lëmë prit me an pritet 6 muaj të shkojsh te Djerendi, ne më njëherë e kemi logopedin dhe
ka filluar me dhënë trajtime. Bile Logopedi ka filluar me dhënë trajtime edhe ndaj pacientëve të cilat si vizitojnë fare, Po që lajmërohen po që lajmërohen që kanë probleme të komunikim, muj me kontaktu është gratis si shërbim. Po, si shërbim Kur krejt shërbime që përmenën janë gratis.